Ndërmiq, mirë se ritakojmë sërish tashmë në një format tjetër, në këtë format podcasti, i cili do të na shoqërojë në këtë muaj të begat Ramazanit. Do të mundohemi që të flasim sa për thelbin ashtu dhe për formën e këtij muaji, këtij agjërimi, këtyre ditëve të veçanta për gjithë besimtarët musliman. Dhe në këtë bashkëbisedim do të na shoqërojë vazhdimisht Hoxha i nderuar, Hoxha Ahmet Kalaj. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Jemi pikërisht në atë formatin, Hoxh, që besoj ju jeni po themi gjithmonë i gatshëm për të përgjigjur besimtarëve për dilemat, pyetjet që kanë, po dhe besoj është kjo mënyra e komunikimit me shumë besimtar përmes pyetjeve dhe përgjigjeve tuaja. Inshallah, me shpresë Zotit. Hoxh, do të flasim në këtë takim të radhës për agjërimin. Ramazani është tillë që është mrekulli si në thelb ashtu edhe në formë. Pra ne shpesh nuk mrekullojmë vetëm ato lulet që nuhasin bukur, por dhe me ato që duken bukur. Janë të shumtë ata që agjërojnë, duket sikur agjërimi është bërë masiv, çdo që takon, kudo që shkon, njerëzit i gjen agjërueshëm. Po shpesh, sidomos në këto kohë, që është edhe agjërimi më i lehtë, është i përshtatshëm. Po një pyetje shpesh na vjen të gjithëve në mend. Pse po agjërojmë? Ndonjëherë duket sikur na merr ajo rutina pozitive, agjërojmë me shoqëri, me familje, me farefis, po tek një pyetje duhet të ndalemi, besoj. Përse agjëron një musliman? Përse ri pa ngrënë, pa pirë dhe pse e bën këtë sakrificë? Normalisht kjo është e vërtetë që njeriu ndikohet nga shoqëria dhe mund të agjërojë se njerëzit agjërojnë, po mund të agjërojë edhe për shëndet, mund të agjërojë edhe për mbarësi. Po faktikisht e vërteta është që ne agjërojmë për të kënaqur Zotin, për të adhuruar Zotin. Zoti ka kërkuar prej nesh si krijesat e tij që në një muaj të rrim pa ngrënë dhe pa pirë, dhe ne kështu shfaqim robërimin ton ndaj krijuesit. Shfaqim varësinë ton te krijuesi. Pra, ne nuk bëjmë në jetën tonë çfarë të duam ne, po bëjmë atë që kërkon Zoti prej nesh. Dhe Zoti prej nesh ka kërkuar, unë dua për ju që mos të hani dhe mos të pini. Pavarësisht urtësive, pavarësisht le të themi filozofisë që ka brenda agjërimi, që është përsosja e shpirtit, që është njeriu të jetë i devotshëm, që njeriu të mësoj rregullat e korrektesës në jetë, perfeksionin, reflektimin, pendimin, të provoj etjen, urinë, të gjitha këto, po mbi të gjitha, dhe kjo është shumë e rëndësishme ta fiksojmë të gjithë, ne agjërojmë për të kënaqur Zotin. Pra është një urdhër hynor. Po, është urdhër hynor dhe si më thën, siç ka thënë Zoti, unë kënaqem po të faleni, unë kënaqem po të jepni parat për të varfrit. Kështu kënaqet Zoti, pra një nga format që ne kënaqim Zotin ton, dhe normalisht ka benefitet e veta, normalisht që është falja e gjunaheve, që është fitimi i xhenetit, që është njeriu shpëton nga zjarri i xhenemit, po edhe bekimet që Zoti lëshon për atë njeri i cili agjeron, se në fund fare kur njeriu përkushtohet për Zotin, kur njeriu mundohet për Zotin, domethënë padyshim që Zoti është përblej, sepse nëse dikush neve do të na bënte diçka për hatrin ton, normalisht do t'i thoshim faleminderit, do ta shpërblejmë ose do t'ia gjejmë një formë për t'ia kthyer atë të mirën. Zoti, një nga emrat e tij e ka Shekur, Allahu falënderon. Si tha profeti alayhis salam për një njerëz i cili hoqi ferrën nga rruga, vetëm pse hoqi ferrën nga rruga, Zoti e futi në xhenet. Ajo më ta agjërosh, trish pa ngrënë, pa pirë, dhe më koka je mësuar me kafe, je mësuar me diçka tjetër, prishet orari ditor, s'ka dyshim që Zoti nuk e harron, e Zoti padyshim që ta shpërblej, padyshim. Pra jo vetëm botën tjetër, po edhe këtu. Ama ne mos harrojmë, qëllimin ton për agjërimit kemi kënaqësinë e Zotit. Pra duam kënaqësim Zotit. Këtë duhet ta kemi vazhdimisht, po them në vetdijen tonë që këtu është kënaqësia e Zotit, ky është një urdhër hynor dhe të duhet synojmë benefiteve të tjera që janë plus, ama njëshi është kënaqësia e Zotit. Hoxh, kthehemi pak te provuja juaj personale. Kur keni agjëruar për herë të parë? Çfarë kujtoni nga agjërimi juaj? Në të drejtën, ndoshta për herë të parë mund të kem agjëruar para 34 ose 35 vitesh. Kam agjëruar me nënën time, pra me nonën, me ijen, me gjyshen. Kemi agjëruar se merri vesh, si më thon, edhe unë nuk e di se si merri vesh në të drejtën, po me sa duket ata hoxhallarët e vjetër, ju kanë thënë zënësve tyre që esni çdo vit me minus 10 ditë. Edhe prafërsisht shije kjo puna me fjalë çdo 10 ditë, minus çdo vit, pra çdo vit i hiqnin 10 ditë kalendarit të ndalimit fes. Pra nëse në 1967, le të themi, Ramazani i fundit ka qenë 10 korrik, këta çdo vit i hiqin nga 10 ditë, një korrik, 20 qershor, 10 qershor, 1 qershor, e kështu me radhë. Por, shumë interesante, ka pas prej hoxhallarëve, prej dietarëve dhe prej pleqjve
për atyre që këtë 10 ditë e siguronin dhe me hënën. Pra kishte edhe ekspert mesin e tyre që dinin të dallonin hënën e Ramazanit. Pra e shoqëronin edhe me hënën, por edhe diçka tjetër shumë pozitive, ne nga fundi i viteve 80 filloi të futesh edhe Radio Kairo në gjuhën shqipe, por ka pas për hoxhallarëve të vjetër që i ndiqnin këto radiot arabe, Algjerinë e tjerë dhe ja hapej sinjali, domethënë për këto net të mira, për Ramazanin, merri vesh kur është kështu dhe ne kemi qenë pjesë e asaj. Pra ju keni agjëruar në periudhën, po themi, sepse e fundit të komunizmit. Po, para se më rën komunizmi. Domethënë bëhet fjalë lejohej feja. 89-a, 90-a për herë të parë, pastaj 91-shi që fillum. A kishte atmosferë në një periudhë ku feja vazhdonte të ishte krim, të ishte i ndaluar me... Nuk kishte atmosferë normalisht, kishte atmosferë familjare. Pra në shtëpi për shembull ndjehej se kishte ca ushqime më speciale, çik ne që agjëroheshim, ishim më të privilegjuar në sofrë kështu me radhë. Nuk ka pas domethënë atmosferë, po kishte kështu ndjesi shpirtërore kishte. Ndërkohë le t'i kthehemi pak edhe aktualitetit ku jemi. Ndërkohë që agjërimi më interesant që unë kam bërë kam qenë medresist në Tiranë, vitin e parë të medreses. Aty, domethënë kam shijuar Ramazan. Pse? Sepse rishim natën ke xhamia Pazarit të Ri, fashim dhe teravit. Kanë qenë disa profesorë të medresës, e më si tani profesor Ismet Toncica, Zoti më shiroft, pastraf me shpirti, ai na merrte ndonjëherë dhe ke shtëpia vet. Pastaj me çunat organizoheshim, ata vinin ke shtëpia jonë, ne ju shkoshim aty në ke shtëpia. Ka qenë një Ramazan i mrekullueshëm. Ai ndoshta është edhe Ramazani më i paharruar le të themi i agjërimit në Shqipëri kur kam qenë i vogël, domethënë. Në një farë mënyrë edhe pse keni qenë, po themi të ri, nuk po themi të vegjël, shkolla e mesme është një farë maturie, ndoshta duke vetja si ata sahabët e parë, të cilët ishin të vetmi, ndoshta edhe të parët që përjetonit. E drejtë është, domethënë edhe ushqenim veten tonë, domethënë thoshim jemi mirë kështu. Brezi i parë që po falet dhe po agjeron, po themi në mënyrë publike. Ndërkohë për të kthyer, po themi edhe aktualitetin tonë. Të shumta janë pikpyetjet që vijnë në këtë muaj. Çfarë do të thotë një agjërim i plot? I sakt, i shëndetshëm. Pra si të agjërojmë? E bukur kjo, sepse agjërimi mund të jetë agjërim le të themi mekanik ose formal ose i fasadës dhe agjërim i ndjer. Faktikisht, ajo që kërkon Zoti për nesh është të jetë një agjërim i ndjer. Këtë gjë ka kërkuar edhe për namazin, këtë gjë ka kërkuar edhe për haxhin, këtë gjë ka kërkuar edhe kur përmendim Zotin, edhe për agjërimin, Zoti ka kërkuar për nesh që të jetë një agjërim që lën gjurmë. Pra, le të themi ndryshe me fjalë më ndryshe një agjërim i cili ndryshon jetën e njeriu, i cili e përmirëson jetën e njeriut. E po nuk u ndjen shpirt, agjërimi nuk ndryshon dot jetën e njeriut. Për këtë arsye ne hasim në një lloj çudie, si ka mundësi që të jetë dikush agjërues, po s'ka sjellje korrekte. Si ka mundësi që të jetë dikush që fal namaz, po s'ka sjellje korrekte. Përgjigjja shumë e thjeshtë, nuk e ka lënë akoma gjurmën, nuk ka kaluar akoma në zemër, nuk ka kaluar akoma në shpirt. Për këtë arsye profeti alayhis salam na mësoi që dëgjon, nëse ti gënjen, nëse mashtron, nëse han peshë, për çfarë po agjëron. Pra ideja e agjërimit është të jetë i ndjer. Pra ti, siç themi ne kur falim namaz, Allahu Akbar, jemi në namaz apo jo? S'bën as me qesh, as me fol, as me rrejt, se jeni në namaz. Edhe në agjërim, në momentin që hyn ezani sabahut, Allahu Akbar, jeni adhurim. Pra duhet një reflektim, duhet një ndryshim. Duhet patjetër të ndjehet. Kjo është shumë e rëndësishme, të ndjehet. Në momentin që ndjehet, për këtë arsye tha profeti alayhis salam, cilido që agjiron Ramazanin me besim, pra e ushqen veten e tij se po është normë e besimit, gjoje dhe duke shpresuar shpërblim. Njeriu nuk mund të shpresojë shpërblim për diçka që nuk e ndjen. Pra duhet të jetë një agjërim i ndjer në shpirt, që do të thotë pastaj jep refleksionet e veta. Edhe namazi jon në Ramazan duhet të jetë ndryshe. Edhe leximi jon i Kuranit në Ramazan duhet të jetë ndryshe. Po edhe xhymertliku apo bamirësia jon në Ramazan duhet të jetë ndryshe. Po edhe komunikimi jon me njerëzit në Ramazan duhet të jetë ndryshe. Pse? Sepse jemi në adhurim. Sepse kjo gjë duhet të ndikojë tek pastërtia e shpirtit. Për këtë arsye tha Zoti, la'allakum tattaqun, që të arrini. Pra nëse ja jepni hakun, do të jeni të devotshëm, do të jeni perfeksion. Tani ju po thoni ose më saktë parafrazoni atë që ka thënë profeti alayhis salam, pra kush agjeron dhe synon shpërblimin. Tani cilin shpërblim? Atë shpërblim që të na heci marr këtu, që të kemi shëndet, apo atë shpërblimin që do të shpërblehet në ditën e gjykimit të parajs? Kjo s'është asgjë fare, bëhet fjalë për xhenet. Bëhet fjalë për gjinat. Po, ajo po këtë po them. Pra kjo që thua ti është okay.
funksionon. Shneti, marsia, gjitha këto funksionojnë. Do të jemi pak më ambicios. Do të jemi më ambicios që është fitojmë xhenetin, shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, fitojmë kënaqësinë e Zotit, na falen të gjitha gjunahet. Pra ne synojmë pak më lart se këto i keqi këto i ketë sigurt, ai ke në xhep. Pra edhe dikush që agjeron jo për hatër të Zotit, do të jetë më i shnetshëm, do të jetë më i mirë, jo më që e bën për hatër të Zotit që da ketë këtë benefit, absolutisht. Ne po themi që qëllimi është të kënaqim Zotin, të fitojmë xhenetin, të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, pastrohemi nga gjunat dhe të përmirësohemi. Pra, le të themi, mos të jetë njëti apo qëllimi jonë në agjerim thjesht për të bërë një detyrë. Jo, dua nëpërmjet të agjerimit 1 2 3 4 5. E po tani këtu të përmirësimi shpesh dhe ngelim dhe në klasë. Pra, ju thoni që agjerimi duhet na Ka arsye ka provime vjeshte. Është 6 ditë mas Ramazanit, që nëse ka ngel diçka e rregullojmë. Atëherë, cili është provimi i vjeshtës, sepse e nisim ditën me këtë vetdije që sot do mundohemi të jemi qetë, të mos konfliktojmë me askënd, të jemi bujar, të jemi buzëqeshur. Dhe sapo del në trafikun e parë nga shtëpia, burie, tensioni, ku diun, vonesat dhe fillon dhe ndoshta edhe fjalët e para të pahishme dalin nga Profeti na mësoi që ta ushqejmë vetdijen tonë, subkonsciencën. Ne duhet të themi vazhdimisht jam me agjerim. Ndodhi diçka, sabër, jam me agjerim. Jam agjerueshëm. Kujtoja vetes tate si puna atij që tha prita se jam agjerueshëm sa ta çelta, se ta rregullojmë. Po dole përpara, po priti ta çel. Pra ideja është ne duhet ta ushqejmë veten vazhdimisht me faktin që jemi me agjerim, jam agjerueshëm, prisës nuk mund ta bëj këtë gjë. Mirë, po llogariti 30 ditë ta ushqesh veten tënde që se bëj dot se jam agjerim, do të ngeli pastaj. Do të mbesi. Ne këtë duam. Edhe ti ke dëgjuar persona që thonë unë nuk agjeroj dot sepse e kam punën të tillë që debatoj me njerëz, konfliktohem, edhe nuk ja vlen që ti Ky është gabim. Jo, duhet më agjeru edhe pse. Pra, dikush mund të jetë me një punë që është haram. Dikush mund të jetë, le të themi, ku e diun, servir haramin. Dikush tjetër kështu si thua ti. Por s'mbaj nerva thotë. S'ka problem, agjero. Ne po themi perfeksioni, ne po themi agjerimi më i mrekullueshëm, ne po themi agjerimi më i mirë. Po jo, me që zije me njerëz s'po agjero. Jo më vëlla agjero. Jo bëjmë që unë servir haramin s'po, jo duhet agjero, s'ka lidhje. Pra, ne kur flasim këtu, flasim për agjerimin më të lartë, agjerimin më të mirë, agjerimi që na afron me Zotin, agjerimi që do të ndryshojë jetën tonë etj. Po në fund fare, nëse dikush nuk është kaq lart, atëherë duhet ta agjerojë patjetër, sepse në fund fare duhet shlyj detyrimin ndaj Zotit. Ne po themi mos trim në prag, ne po themi mos trim në dysheme, ne themi të shkojmë në tavan. Po kjo nuk do të thotë që kush nuk arrin tavanin, mos të kryej pragun. Tani një aspekt shumë i rëndësishëm këtë muaj është dhe namazi. Janë teravit apo themi raporti. Sidomos në Ramazan kemi diçka të veçantë, që është namazi i teravit plus namazi i zakonshëm që ne falim. Tani janë të shumta ata të cilët agjerojnë, po ndoshta asnjëherë nuk kanë vënë ballin se nuk janë shumë mirë, agjerojnë. Kjo është gjë e mirë. Duket sikur brenda të njëjtit moment pranojnë një urdhër të Zotit, po çfarë kthejnë shpinën, nuk do të bëjmë gjithë dietar, nuk do të bëjmë gjithë devotshëm. Duhet të ketë bota edhe ca kështu, distreca. Domethënë thonë ka si problem. Të agjerojnë shumë mirë që agjerojnë, inshallah ky agjerim do të bëhet sebeb për ata që përmirësohen. Po edhe ne kur e kemi nis me agjerimin kemi nis. Madje kemi nis me ca ditë unë se sta tash historinë plot. Po se ti më tregove. Po pra, gjithë pjesën e tregova vetë shumë devotshëm. Jo, ideja është të nisim ca ditë. Pra kemi nis ca ditë. Ato nuset e xhajës, e hallat, e teza gjëshin muin e plot. Po ne si fillestar gjujmë ca ditë, pastaj dal ngadalë. Kështu që unë ju them atyne që e agjerojnë po se falin namazin, Zoti ju shpërbleft, Zoti ju pranoft, jeni shumë mirë, por inshallah step by step, avash, inshallah do të përmirësohen. Po gjithsesi nuk janë të paktë ata të cilët kanë një dilemë për të ardhmen. Diçka tjetër. Ka njerëz që agjerojnë duke mos qenë musliman fare. Çfarë do themi aty? Agjerojnë ata shumë mirë. Inshallah bëhet sebeb ky agjerim që ata të ndjejnë diçka që se kanë ndjerë më përpara. Po ju thatë që është kusht arritja si adhurim. Absolutisht, si adhurim është gjë tjetër. Ndërsa si provë, si shije, pra si provoj, unë përfshihet çdo kush. Po, unë ka di njerëz që janë futur në Islam vetëm për agjerimit. Sepse kanë shijuar diçka që s'kan agjeruar, se kanë shijuar asnjëherë tjetër. Tani një pjesë tjetër thotë unë nuk agjeroj dot, po ka dëgjuar një thënie të profetit Muhammed që kush i ofron një agjeruesi ushqim e merr sevapin e agjerimit. Jo, termi
një njeri që nuk agjeron është një term shumë elastik, shumë tani unë nuk agjeroj dot për shembull sepse si the ti, për shembull se zije me një, nuk agjeroj dot se kam një punë të rëndë, po tani këtë gjën agjeron apo nuk agjeron, domethënë duhet të kesh një parametër të saktë që do thotë me të vërtet po të agjerosh dëmtohesh. Nëse është kështu, padyshim që ka kompensim, që është agjerimi më vonë. Nëse nuk ke mundësi as më vonë, se është smundja e tillë për shembull, ose puna e tillë që ky njeri nuk mund ta gjojë, për shembull le të themi, atëherë ky njeri ka tolerancë, ka hapësirë lehtësimi. Për këtë arsye ne themi që një adhurim i cili mund zëvendësohet me ushqim nuk është vetëm nevoja për të nejtur agjërueshëm apo pa ngrënë dhe pa pirë. Pra ideja kush është? Ideja është që ti të përmirësohesh si njeri. Se në fund fare po sa agjerove dot ushqen një të varfër. Tani ti po thua që këta që shtrojnë iftar dhe nuk agjerojnë nuk kanë sevap apo e kuptova gabim? Ja, e kuptova gabim. Nuk e kompenson dot agjerimin, ama sevap dhe shpërblim kanë, s'ka dyshim. Por nuk ka sens, nuk bën asnjë lloj sensi që dikush thotë, unë sa agjeroj, po do ushqej 30 varfër, do ushqej 30 varfër dhe e plotsova, s'funksionon. A nëse ti do të ishe agjerueshëm muajin e Ramazanit dhe ushqen edhe 30 agjërues për shembull, e merr sevapin e tyre dhe shpërblimin e tyre, po kjo ty nuk të nxjerr nga detyrimi, absolutisht. Shpërblim merr ke Zoti, s'ka dyshim. Pra le të themi një njeri i cili nuk agjeron, po ushqen të varfrit, a ka shpërblim ke Zoti? Padyshim që ka. Pa mjafton kjo që mos agjeroj Ramazanin? Jo, nuk mjafton. Një pyetje tjetër që edhe kjo besoj ju ndodh shpesh, njeti që e themi ne, apo qëllimi për ta agjëruar, si bëhet? Ne mbrëm para se me fillu muaji Ramazanit, të gjithë kemi qenë të vetëdijshëm se këtë muaj do ta agjërojmë. Kjo vetëdia jon që ne do ta agjërojmë muajin e Ramazanit, ky është ajo që quhet në gjuhën islame niyeti, pra qëllimi i agjërimit. Dhe kjo mjafton për gjithë muajin. Përveç se nëse shkëputet për arsye udhëtimi, smundje, atëherë duhet ta ribëjmë edhe një herë. Pra nuk ka nevojë për një procedurë, po themi kështu, ndryshe që duhet shprehur. Jo, mjafton vetëdia e njeriu se do ta agjëroj Ramazanin, ky është niyeti i Ramazanit, ose ky është niyeti i agjërimit. Në kohën e syfyrit, në kohën e mëngjesit, jo të gjithëve na ndodh që të na dal gjumi. A e kemi humbur mundësinë asaj dite për ta agjëruar? A është detyrim që syfyri ose ngrënia, si më thonë mëngjes, para se dali agimi, është bekim, është mirësi dhe mbarësi për njeriu. Profeti alayhis salam thotë, hani syfyr se ka në të bekim, edhe nëse nuk keni oreks, të paktën thotë pini ujë se ka bekim, pra është kohë e bekuar për të lutur e për të pranuar lutjet dhe duat e të gjitha. Po nëse dikush nuk çohet dot për të ngrënë syfyrin, dua ta theksoj, agjerimi i tij është i saktë. Aman, mos na boni pyetje për këtë temë, se disa pyetje vijnë kështu. Hoxh nuk kam agjeruar, më quhet agjerimi. Quhet, po duket nuk kam, duket se ka lënë diçka mangë, por nuk ka plotësuar. Ai ka lënë diçka mangë që është e pëlqyer, e preferuar dhe e mirë, po jo se nuk i pranohet. Çfarë duaje do të bëjmë më së shumti në këto ditë para, në këtë ditë parë më saktë? Ne faktikisht si agjerues jemi të favorizuar me 3 favore. Favori i parë është se lutja në kohën e iftarit, para se me çel. Njerëzit zakonisht në kohën e iftarit kanë menjen faktikisht është koha më e bukur që njeriu të lutet Zotit, se profeti alayhis salam thotë, në kohën e iftarit lutja nuk refuzohet. Është koha më e bukur para se me çel. E para. Favorizuar në kohën e syfyrit, që është koha më e bekuar, pranohen lutjet pa diskutim. Se Zoti thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zbet në qiellin e dynjas, dhe thotë, a ka ndonjë që lutet, a ka ndonjë që kërkon diçka, a ka ndonjë që kërkon falje, të jap gjitha pa diskutim. Dhe kemi lutjen e agjëruesit. Profeti alayhis salam ka thënë, çdo agjërues në çdo ditë të agjërimit e ka një lutje të padiskutueshme. Unë them gjithmonë, kush prej nesh ka 30 halle, asnjë prej nesh nuk ka 30 halle. Këtu në Ramazan kemi mundësi me zgjedh 90 halle. Një hall e zgjedh në një ditë Ramazanit, një hall e zgjidh në kohën e iftarit, një hall e zgjidh në kohën e syfyrit, 30 ditë, shumëzim për 3, 90 halle. Tani këto lutjet duhet të bëhen në xhami, duhet të bëhen në formë caktuar, pasi nënat në kuzhina
motrat, kudo që t'jen, vëllezërit, kudo që t'jen, çunat, kudo që t'jen, në shkollë, në punë, në makinë, ku ta zesh, duke i thonë makinës për shembull, erdhi koha e iftarit, o zot më fal, o zot më bëj marr, o zot ndihmo për të nxjerr leta e hipotekës, o zot ndihmo për të dalë leja, o zot ndihmoje çunin tem ta kaloj provimin, o zot jepi fëmis tim furnizoje me mirësi dhe absolutisht është koha më e mirë edhe pse i duke thonë makinës. Pra lutja është më praktike, më praktike dhe është mund të bëhet shqip, mi fjalë çdo gjë mund të bëhet shqip, po sidomos lutja herë mund të bëhet shqip. E rëndësishme është që ta ndjesh në atë moment që Zoti po dëgjon dhe do ta japi. Unë falenderoj shumë që edhe në këto ditë intensive angazhimi gjeni kohën për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Zoti ju shpërblet, ne do të takojmë sërish sepse kemi shumë pyetje të tjera. Mirë të takojmë sërish. Zoti të nderoft. Të ndërmiq, ne do jemi sërish së bashku me Hoxhën, me tjera pyetje, me tjera dilema që besoj do të mundohemi që të qartësohemi dhe të ndriçojmë më tepër në këtë rubrikë dedikuar muajit beqar të Ramazanit. Miru takosh.